Toka, një planet blu me më shumë se 1 milion lloje krijesash që jetojnë rreth e rrotull saj. Toka, gjithsesi tani më shumë se 2500 lloje specish janë në rrezik zhdukeje, qenie të rëndësishme të njerëzimit. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të menjëhershme. Tani, për hir të gjitha qenieve të gjalla, përfshirë edhe veten tonë. Unë dua të punoj e vetme, nuk kam nevoj për skuadër. Jam një ulkonjeve të muar, më lini të qetë. Zbutja e antares Miau, pjesa e dytë. Duke e parë se si i ka ngullur sytë, them se është akoma e tronditur. Sigurisht, ajo e trajtoi shumë keq dhe kjo ishte goditje për të. Në të vërtet na trajtoi keq të gjithave. Po? Ej, Mina, e dëgjon orën? Është koha e çajit. Po, është e vërtet. Jo, Mina, çfarë po bën kështu? Ai nuk është finxhani i çajit, por vazoja. Po, keni të drejtë. Si mund të jetë ka ta ndisur kështu? Atere, për çfarë bëhet fjalë? Ja... Flisi më lirë shumë, vajza. Me të vërtet është pami njëra prej nesh? Po, por si, ju e pat duke u transformuar, ju na e thatë këtë. Mos u hi sikur nuk digja. Ishte ti ai që na tha ta gjurmonim atë, kështu që duhet të keni bërë kërkime në lidhje me të. Përndryshe nga do ta dini se pjesëtarja e 5 Miau ishte në rrezik. Mos u përpiq të më tregosh mua histori të rreme. Po... O zoti i madh, edhe në këtë pikë shoqja jonë është gati të shpërthej. Pamina e tha shumë qartë që nuk do t'ja di për të bërë pjesë e Miaut. Ne shkojmë për të kërkuar pjesëtarin e 5 të skuadrës dhe kjo na përgjigjet me një jo. Tani po ju pyes se çfarë duhet të bëjmë. Ju nuk mund të tërhiqeni sepse ishit ju ata që na kërkuat të shkonim të gjëmonin pjesëtarit e fundit të skuadrës Miau. Jemi shumë në mëdyshje dhe të mos mjaftonte kjo, Mina ka mësuar një traumë dhe ecë si një zombi. Po, por nuk po e kuptoj se përse nxehesh kaq shumë. Mund ta përsërisësh atë që the? Nëse Pami do të hyjë në skuadër nuk është faji ynë, por ju si antarë të skuadrës është detyra juaj ta bëni të ndrojë mendje. Kjo është e re. Që kur na çka detyra jon? Që tani e tutje. Nëse doni të dini mendimin tim, ajo Pami është armika jonë e betuar dhe jo antare skuadrës tonë. Po, shkojmë Padi, po egzageron tani. Jo, kush nuk është alat me ty është armiku yt. Ju duhet të përpiqeni akoma dhe do t'ja dilni. Në rregull, ju premtoj se do ta provoj. Nuk shoh mënyra të tjera për ta zgjidhur këtë çështje. Por bëni kujdes, ndoshta është vërtet armikja juaj. Nuk ma merr mendja. Iper Ryan, me sa duket takimi me Pamin i paska trazuar shumë. Po, çfarë mund të bëjmë? Pami kështu është gatuar. Por ky karakteri i saj mund të na shërbejë shumë. E vërtet. Të lutem, më fal. Herën tjetër do të shkoj më mirë. Ashtu shpresoj. Ajo vajzë nuk e ka shumë të gjatë. Do ta shohësh. Unë do ta zhduk nga faqja e dheut. Më beso. Ndërsa lule shtrydhja ka shumë fuqi që do të na shërbenin shumë. Do ta bind që të kaloj nga ana jonë. Me kë? Po, më pas
do ta zhduk. Jam shumë po në duhet i duhet të prezradhen. Të presësh në radhë për të. Këtë herë nuk duhet të marrim pjesë në një audicion për të atakuar atë. Do t'i shtrëngojmë dorën dhe do t'i flasim asaj. Je sigur që do t'ja dalim? Do t'i shtrëngojmë dorën një njeriu të famshëm. Po si do t'ja bëjmë, ka shumë njerëz. Nuk ka rëndësi. Ne do t'i shpjegojmë situatën ku ndodhemi dhe do të mundohemi t'i bindim, apo jo? Por nuk do të na lejoj të qëndrojmë gjatë me të. Faleminderit, mirupafshim. Jam unë ai që u falenderoj. Përshëndetje, si po kalon? Duhet të flas patjetër me ty. Atëherë, a doja japësh dorën dhe të ikësh? Më falni, por unë akoma nuk kam mbaruar. A nuk e shikon sa njerëz që ka? Por unë kam nevojë të flas me Pamin. E po është pikërisht ajo që nuk mund të bësh. Më lëshoni. Jo. Më lëshoni. E dia. Të thash që nuk do të na lejonin, duhet të përdorim një mënyrë tjetër. Do ta shohësh që këtë herë nuk do t'ja mbath. Shikoni, është në makinë. Shikoni atje. Ku? Këtu unë hidhem në veprim. Kam mbetur këtu, më ndihmoni! Të lum! E përkryer, për mua shkon çdo gjë mirë. Mbaruam, le të ikim djema. Faleminderit për gjithçka. Angazhimi i radhës është një emision i drejt për drejt televiziv. Kur t'jemi gati, do të vi të thras. Duhet të presim momentin e duhur, kur ti jetë vetëm. Për ndryshe nuk do të arrim kur t'ja shpjegojnë. Po ua përsëris edhe një herë, vajza. Pami është armikja jonë. Jo, nuk është. Nëse do të mund të flisni me të, ajo do të kuptonte. Lule Shtrydhe, nga e diti këtë? Dëgjo, ajo është njësoj si ty. Ose më mirë të thuash të njëjti shikim si ty kur u njohëm. Kështu që e di se pas asaj ftohtësie fshihet një njeri shumë i mirë. Ndoshta e ke të drejtë. Mirë atëherë, ikim, duhet i futemi punës. Juhu! Çfarë ke, je lodhur? Do të shkoj të kërkoj ndihmë. Të lutem, vazhdo. Përse nuk thërë dhe shoqet e tua miau miau? Ato nuk janë shoqet e mia, unë nuk punoj me askënd e qartë. E di. Por nëse bën një aleancë me mua, mund të marrësh hak si të duash. Të marr hak. Ky është vendi? Po, këtu duhet të vinte për të bërë një set fotografik. Mirë, pra shkoj me njëherë të përballemi me të. Do ta shikoni që do t'i natoset përsëri. Shikoni, nuk ka asnjë njeri. Çfarë fati? Unë them më mirë që të ndahemi dhe ta kërkojmë. Më dëgjo mirë, pa mendoje pak, Pami. Dikush e ndryshoi formën tënde gjenetike pa të pyetur fare. Kjo nuk është e drejtë. Më thuaj, nuk do të rikthehesh në normalitet? Gjithsesi, dhe nëse është kështu, Pami, ne kam të gjitha mundësitë për ta plotësuar këtë gjë. Pam! Ku je? Pam! Po, çfarë po ndodh këtu? Po i kujdes, Pam! Mos ja vërveshin fjalëve të ti. Ai është i djallëzuar dhe shumë i rrezikshëm. Ai është në anën time. Vajza! Pam, shpejt, mbathja! Kish që nga këtu! Erdhe në kohë, shiko! U shkuat? Mina? Lori? Pati? Më thuaj me njëherë se çfarë i bëre shoqeve të mia. Unë i zhduka ato, kjo është shumë e qartë. E di Lule Shtrydhe, kam mundësi të mos i shikosh më. Silli këtu me njëherë, thash! Do ta bëj, por kam vetëm një kusht. Ju duhet të ndesheni në një betejë. Çfarë janë to marrëzi që po thua? Cila do të fitoj, do ketë të drejtë të bëj aleancë me mua. Nëse fiton ti, mund t'i shikosh sërish shoqet e tua, pranon? Ti duhet të jesh çmendur tërësisht. Atëherë nuk do t'i shpëtosh shoqet e tua? Unë nuk bëj aleancë me asnjë, mbase se ke kuptuar. Atëherë qëndro ashtu si je. Unë u tregova shumë i qartë. Gjithsesi, po ju lë pak kohë për të menduar. Shihemi më vonë.
Miqi Duart, është I gjithë I faji yt nëse tani gjendemi në këtë situatë. Po të na kishe dëgjuar që në fillim kjo nuk do të kishte ndodhur. Nuk kam asgjë për të ndarë me ju. I shikon këto 3 pikat e shëndëriqme në monitor, janë miket tona. Ato janë të ndezura, kështu që janë gjallë dhe mbase janë mirë. Oh, sa lajmi mirë. Të gjitha larg. Çfarë ka? Armiku ka krijuar një dimension tjetër dhe I futur aty. Tani duhet të gjejmë një rrugë për të dalë. Nëse nuk e gjejmë, do të qëndrojmë të mbërthyer. Oh, jo. Me fjalë të tjera, po rrezikojmë të humbasim jetët e miut. Po flet sikur të ishin 3 kavje. Ato janë miket tona dhe ne duhet të bëjmë diçka, është urgjente. Nëse të mundon kaq shumë shpëtimi I tyre, pse nuk pranon të përballesh me pamin? Duhet ta bëj? Gish premtoi se nëse e pranojmë propozimin, mund t'i takojmë sërish, por është e qartë që është një gënjeshtër, një reng. I ka marrë peng ato me një qëllim shumë të qartë, për të shpërbërë skuadrën Miau Miau dhe për të paksuar fuqitë që mund të heqi qafet ty dhe pastaj pamin. Atëherë çfarë duhet të bëj? Ma thoni ju lutem. Jam shumë e shqetësuar në këtë moment. Në rregull, pra më thuaj, a je sigurt që pami është njëra prej skuadrës Miau Miau? Përgjigju. Po. Në rregull. E që është kështu, bëj edhe një përpjekje të fundit. Kështu që shko më njëherë tek ajo dhe foli hapur. Mendon se do të funksionojë? Nuk mund ta përjashtojmë si mundësi, por nuk kemi mënyrë tjetër për të dalë nga kjo situatë. Jam dakord. Nëse pami pranon të t'jap një dorë me fuqitë e jashtëzakonshme që ka, mund të të ndihmojë të shpëtosh miket tona fatkeqe. Dëgjoj Lule Shtrydhe. Pami do të marrë pjesë në një emision televiziv. Do ta gjesh në studio me siguri. Po ikim një herë. Mund të jetë një çështje e rrezikshme. E di edhe ti këtë apo jo? Po, por nëse ai alieni bën keq njërës për skuadrës së Miau Miaut, projekti ynë rrezikon të dështojë. Dhe mënyra e vetme për të shpëtuar botën është duke rrezikuar jetën. Është e kot. E kam provuar shumë herë, por nuk arrit të transformohem. U ndodhemi, pas syze nuk arrit të shoh asgjë. Më mirë që nuk shikon gjë, më beso. Sa mirë do ishte sikur mos të shikoja dhe unë, ky vend të fut frikën. Pra ti je një shoqe e saj? E po, pak a shumë mund të thuash, më duhet ta takoj dhe është shumë e rëndësishme. Më vjen keq, por ka marrë urdhra të prerë. Mund të qëndroj. Ç'kemi pami? Në rregull, si të dëshironi. Përse ke ardhur këtu? Koha po mbaron. Më ndihmo, të lutem. Kyle dhe Ryan mendojnë se ti me fuqitë tua të mëdha ndoshta mund të shpëtosh miket e mia. Kyle dhe Ryan. E kuptova. Duhet të jenë ata 2 djemt që më goditën me atë dritën e çuditshme. Ajo se çfarë thon nuk më intereson. Nuk dua të përfshihem në planet e tyre, e qartë? Të lutem. Mina, Padi dhe Lori janë shoqet më të dashura që kam, më kupton? Unë nuk mund t'i braktis në mëshirë të fatit. Më lër të kuptoj diçka. Nuk erdhe me qëllim për të ndeshur me mua? Pam, e ke radhën ti. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në puntatën e re të botës së kafshëve. Unë jam Mikosh Azai. Përshëndetje dhe unë jam Mia Yoshida. Mirëmbrëma. Kemi në studio një të ftuar të veçantë. Mirëmbrëma, unë jam Pami Fujiwara. Nuk është e nevojshme të prezantohesh, je shumë e njohur. Më thuaj, si është në përgjithësi raporti yt me kafshët? Mua më kanë pëlqyer gjithmonë kafshët, që kur isha e vogël. E di që majmunët janë të dhënë shumë pas bananave. Ka një buzëqeshje që pushton ekranin. Po, nuk ka dyshim që është kaq i njohur. Shumë besnik. Po vi më njëherë. Është momenti I përballjes nga afër. Çfarë mund të jetë kjo dritë? Nuk e di, por lulet po zhduken. Çfarë po ndodh? Po më dritet toka nën këmbë. Dimensioni në të cilën ndodhen po venitet. Dyshoj shumë se mund të shpëtojnë. Lule Shtrydhe është një monster! Kish! Çfarë kërkon nga mua? Nëse jo vajzë bet antarja e 5 të skuadrës Miau Miau, do të më shqetësonte shumë. Nëse do të mund ta eliminoja skuadrën me një goditje të vetme, ty nuk duhet të bëj keq, sepse ti je voglushje ime veçantë. Ndalo, nuk je e transformuar, është e kot rezistenca jote, unë jam shumë më I fortë.
Ndërsa Pami nuk do të arrijë të transformohet, sepse do ta heq qafe përpara se ta kuptoj. Jo, të lutem mos I bëj keq asaj. Atëhere, të dashur telespektator, kafsha që sot kemi fshehur poshtë mantelit është kjo. Oh, një gjarpër. Pranon apo refuzon ta bësh? Jo, në fakt nuk do refuzoj. Të jep një efekt të çuditshëm. Urime e kaluat provën e pranisë së kafshës. E pam që Pami është vërtet një mikeshe kafshë. Ta marrë mira, çfarë është ajo? Ndim! Mjaft, më lër! Të thash të më lëshosh, mjaft! Dalo! Pam, po vi! Tani po transformohen! Metamorfoza mjau shtrydhes! Forca monster, sulmo! Dalo aty! Pam, largohu! Të lutem! Përse do që të largohem? Sepse ti e njëra prej nesh! Shkatroje! Pam, ku ke përfunduar? Ke gabuar rënd, ajo nuk është njëra prej skuadrës mjau mjau, jam mbathi sape mbëllësit. Pam, u detyrua, ja thash unë I thash të largohi. Je më kokëfort se një mushkë, nëse vazhdon kështu jam detyruar të eliminoj. Por po të propozoj diçka, përse nuk kalon nga ana ime, ke vërtet fitim, ta them unë. Harroje. Çfarë surprize, jo rej voglushet që nuk më dëgjojnë. Unë nuk jam një lodër, e qartë? Shtiriti I zemrës! Përse nuk më përgjigjen fuqitë e mia? Po gati të dorëzohesh. Ky është fundi, shoqe ka që patëm, Ndim! Transformimi I mjau Pamit! Pam, ti e? Ku është? Po, ka ardhur të na shpëtoj. Pra ti nuk je e keqe si që mendoja unë. Ku është, nuk e shoh. Nuk kemi kohë për të humbur. Shiriti! I energjisë! Erdhi fundi, lule shtrydhe. Askush nuk do të bëj aleancë me ty. Shko dhe shkatroje! Aq ishte, ky është fundi. Shiriti I energjisë! Çfarë? Si ja bët që jam mbathët nga dimensioni im? Si je lule shtrydhe, je mirë? Po. Shlodhu, do të merrem unë me sulmin e përbindshit. Arku në veprim! Rryma e ujit! Energjia e lëvizjes! Nuk shërbeu për asgjë. Të lutem, shiriti I zemrës më jep fuqi. Mjau shtrydhe, je shumë e dobët, nuk mund të luftosh. Po afrohet! Po çfarë po ndodh? I ngëllojnë dhe shndërin. Është e vërtet. Është një ndjesi e mrekullueshme. Arritë ndjej edhe fuqinë e tyre. Rezet e dritos! Çfarë nuk I kisha parashikuar këto fuqi të mëdha. Keni fituar këtë betejë, por jo luftën. E ja
E pabesueshme. Ej, çfarë ndodhi? Pami, do ta kishim punën shumë keq nëse nuk do të ndërhyje. Po ua përsëris, nuk më pëlqen të punoj në skuadër. Por, nëse skuadra jeni ju, ndëroj mendim me shumë dëshirë. Sa mirë, faleminderit! Dhe këtu e mbyllim programin për sot. Nuk di me saktësi t'ju shpjegoj se çfarë ndodhi këtu, por di t'ju them se në televizion u shfaqen 5 heroina. Oho, prit pak! Me këtë do të thuash që ne jemi drejt për drejt? Që në këto momente ne po na shikoni gjithë vendi? A nuk është kështu? E po, këtë nuk e prisja. Po çfarë mund të them? E po, shikoni që unë edhe shoqet e mia punojmë në kafenen Miau Miau. Mbyllem! Do që ta marrim vesh të gjithë sekretin ton? Më fal. Ku ndodhet kafenia Miau Miau? Çfarë përfaqësojnë në këto kostume të çuditshme? Na thoni diçka për veten, ju lutem. Telespektatorët duan të dinë diçka më shumë. Forca, fol mos ki turp. Po mirë, pra fituat ju. Ne të pesta formojmë një skuadër. Ne jemi kujdestarët Miau Miau, mbrojtësit e drejtësisë. Ëngjëjt mbrojtës dhe kujdestar të tokës. Gati! Nuk ishte dyshime që do shfaqej në ekran.